Çka thot letra Ahmet Krasniqi? Letra se tash masi Edhe ka letra tjera apo vetëm kjo është? Ju letra ka që ju i pësedoni. Ka me thash, po edhe me çdo 2 letra sonte, dashta në herën tjetër edhe në letër del. Apo den. Folet shumë, po kush e ka vrarë Ahmet Krasniqi. E din ky, e din na, e din Gjaviti, e din Fatas Klosi, e din 2 emnat që s'din kur gjë. Juve dëvje përmenin mas shumë, ti akuzojnë. Juve dëvje akuzojnë mas shumë. Po akuzojnë për mi pshef tjerë, ata që kanë bo. Dhe ata që kanë bo akuzojnë. Ju në emisionin më herët e na keni thonë që nëse Fatas Klosi din diçka të erdi e dhënë, ose... Është vërtet. Edhe ai për juve për njëjtën gjani. Nëse ai e ka bo dhe ka gisht aty, unë e kam gisht. Po çfarë Fatas Klosi intelektual në mesin e intelektualëve më të mëdhenj të Shqipërisë, po merret ai me sende të tilla. Është të mërshme. Që ka akuzu ata politika, aty njeni tjetër, se politika dhe e gjon viktimen. Duhet me gjetë një viktim me godit, ama jo ato që e meriton. Se na kemi qenë proces bisedimeve edhe me qeverinë e Bukoshit, edhe unë kam bashkëpunu me qeverinë e me Bukoshin vetë. Gjatë kohë e bashkëpunu. Se kanë ditë gjithë, dhe se kanë publike. Dikur ka nisë më tuta i shkreti. Edhe pastaj apret kemi bisedu. Po kjo letra është një kohë, na jem pas vendos komplet kryesia LPK-s në Tiranë, dhe normalisht çdo natë kishim mbledhje, analiza, fjalë që si politikë. Dhe dëshira e kryesisë së LPK-s ishte që të takohen me Fatos Nanën. Dhe desiu duke se unë s'po du me organizu takimin. Tani takimin Fatosi e ka pas vështirë me bë takim me kamera në zyre, sepse statusi i UÇK-s ishte në fije të penit. A do të shpallemi terrorist, që edhe shqiptarët në akuzojshin për terrorist, se për serbe, për kësi tjerë, kullum kusurin, po themi si dush, apo do të gjejmë shtetit dikon. Dhe praktika jonë, ose lëvizjet që janë bo, edhe na kemë bo presion, edhe unë kemë bo presion në e përëndimit, me ofertat që i kemë pas dhe me mundësit që i kemë pas. Problemi është që, sikur ne të pranonim ofertat që i kemi pas, me siguri që do të shpalleshim terrorist. A kanë qenë ofertat dhe pelindjes të mesme? Po ka pas këto oferta me hynë Kosovë, me luftu, me sjell armatime, me qëso se anësh, me bo që si që këta që e mërëshin vetën me ato varë. Bile një rast qështu, ajo që du të them që kem bo, as i takim, nuk është bo pa e ditë shteti. Dhe shteti pastaj, ata që janë konë shteti, kanë komuniku me ata tjerë. Dikun jam shku e dhone, kam folë, por është bo një presion. Është bo një presion me evitu luftën edhe 20 vjetë.